Jam Yusuf Kaziu, ekspert i qendrës Sabër për pemë frutore dhe vreshtat, njëkohësisht bimët të ardhur dhe bimët medicinale. Qendra ABA është një platformë digjitale që i vjen fermerit të ndihmë falas teknologji bashkëkohore të kultivimit, si në pemët frutore dhe vreshtat dhe këto kultura që përmenda, njëkohësisht edhe në perimet të serës, perimet të fushës, plektori, bletari dhe ullishte dhe agrume. Pra, çdo fushë ka ekspertin e saj që ndihmon për këtë platformë për të plotësuar me njohuri bashkëkohore për fermerin. Ndodhemi në një fermë të fushë fresë dhe menduam që të trajtojmë plerimin bazë tek kulturët besore. Plerimin bazë tek pemët frutore. Në përgjithësi, jo tek vetëm tek bashkëpunëtorët, por çka diapazoni i gjithë kulturave pemë frutore. Plerimi është një proces tepër thelbësor tek pemët frutore, sepse pemët frutore janë tepër konsumuese të lëndë ushqyese në to. Dhe duke qenë të tilla, atëherë ato çdo vit marrin dhe nëse ne nuk i balancojmë, nuk i plotësojmë kërkesat me lëndë ushqyese, vjen momenti që do të shterret dhe pema do të mes ose do të mes e varfër dhe zhvillimi do të jetë shumë i dobët. Kryesori i plerimit është që bima të rritet sa më zhvilluar, sa më fuqishme, sa më shumë lulëzim dhe njëkohësisht ajo që finale sa më shumë prodhim cilësor. Pse quhet plerim bazë? Zakonisht plerimet bazë quhen ato plerime që bëhen në periudhën e dimrit dhe para se bima fillon vegetacionin. Dhe këshillohen të bëhen gjatë kohës së dimrit deri herët e pranverit. Dhe kush janë plerat bazë? Do të kemi parasysh që tek bimët i ndajmë dy makroushqyes dhe mikroushqyes, pra mikroelementet dhe makroelementet. Dhe plerat kryesore, azoti, fosfori, kaliumi, kalciumi, magnezi, edhe sufri, janë tek mikroelementet ose që bima i kërkon më shumicë, prandaj quhen makroelementet. Kurse mikroelementet janë edhe këto janë shumë thelbësor, pa ama tek bima kërkohen në sasi shumë vogla, pa ama kanë rol shumë të rëndësishëm në jetën dhe zhvillimin e tyre, sidomos në lulëzim të rritjen e frutit. Kur duhet ta bëjmë plerimin bazë? Ose kush plera futet? Kryesisht futen ato plera që kanë tretjet avash, plerat fosforike dhe kalium, si dhe plerat organik. Tek plerimi bazë mund të fusim edhe plerimin e gjelbërt që pak aplikohet ose shumë pak, por që merr një rëndësi të veçantë, sepse tokat sot kanë mungesë shumë të lëndës organike. Kurse këto plerimet e gjelbërta e pasurojnë tokën me lëndën azotike, sepse siç dimë, tek bimët pishtajore që përdoren si kultura bazë për plerimin e gjelbërt, janë kulturët pishtajore që në simbiozë me ato rriten mikrobe ose baktere që bëjnë fiksimin e azotit atmosferik dhe lënë në dispozicion të bimës ose të tokës. Njëkohësisht, gjatë përmbysjes së tyre shtohet lëndë organike sepse japin masë deri 300-400 kontra për hektar edhe më shumë. Megjithatë, gati ka kaluar koha për momentin që flasim, sepse ne rekomandojmë që këto të mbillen në fund të tetorit dhe gjysma e nëntorit, me qëllim që koha e lulëzimit ose fillimi i pranverës, pra kur këta janë në lulëzim, të gjejnë në fazën që ne do t'i përmbysim. Organike ke plerimi bazë, siç janë të dekompozuar, pleu i stallës, pleu i shpendëve etj. Është superfosfati dhe kaliumi. Gjithmonë në plerimin bazë që rekomanduam, pra që thamë që bëhen gjatë dimrit, me që kanë trashëgërimet pakët, më të vogël, ne rekomandojmë gjatë dimrit me qëllim që këto tretën të kapen nga kompleksitidës dhe në momentin kur bima fillon vegetacionin të jenë të gatshëm që ato ta ushqejnë bimën ose të thirren nga bima. Po ajo që që ka rëndësi, duhet që gjithmonë në plerimin bazë, pleu organik, superfosfati, kaliumi ose NPK duhet që të shoqërohen me plugim patjetër. Pra të mbulohen. Si duhen shpërndarë? Zakonisht ne shohim që në plerimin bazë shumica e fermerëve e përdorin pranë rrënjës ose afër trungut. Jo, në asnjë mënyrë. Sistemi rrënjor, sidomos në kohën kur pemat janë në prodhim, sistemi rrënjor kryesor që shfrytëzon elementet ushqyes është në projeksionin ose në kuroren ose në hijen që çon pema. Atëherë ne rekomandojmë që të shmangemi pra 30-40 deri në 50 cm, sipas peshës, sipas moshës së bimës, të shmangemi rreth trungut dhe në kuroren që mbulon bima të bëhet shpërndarje e këtyre plerave. Shpërndarja e këtyre plerave, pra, që kanë plerimin bazë, bëhet në plugim
gjë shumë i thellë, sepse sistemi rrënjor aktiv i gjithë pemëve dhe i gjithë prodhimeve bujqësore është potentësi 20-25 cm. Prandaj punimet më të thellë ose më të shumë do të çojnë në dëmtimin e sistemit rrënjor. Sa ple duhet të përdorim? Gjithmonë në bilancin e plerimit ne duhet të kemi parasysh këto faktorë. Që faktori kryesor është përdoria e tokës. Pra që do thotë ne për të qenë të sigurt se sa plet i hudhim bimës, duhet bëjmë një analizë para pragët të tokës për përdorinë e saj ose për mbajtjen e këtyre elementeve ushqyesore si tash, azotit, fosforit dhe kaliumit. Nisur nga kjo, nga prodhimi që planifikojmë të marrim, atëherë bëjmë një bilanc se sa ushqim don pema. Njëkohësisht, duhet nisemi për sasinë e plevë që të përdorim çdo vit, edhe në kaposha e bimës. Sa më e re, aq më e vogël sasia. Sa më e madhe bima dhe sa më e vjetër, aq më shumë, sepse edhe sipërfaqja ushqyesore shumë e madhe, edhe prodhimi do të jetë më i lartë. Atëherë, për të plotësuar nevojat e bimës, kërkohet sasi më e madhe në ushqyes. Megjithatë, norma orientuese janë këto. Nga vitet e para, në plerimin bazë, sasitë janë më të vogla sepse edhe bima është më e vogël, por supozohet që kemi përdorur edhe plerimin bazë gjatë mbjelljes. Atëherë ne rekomandojmë që ple organik të jetë deri 15 kg ple i kalbur mirë për hektar, superfosfati të jetë rreth 150, 250 ose 350 gram për rrënjë, kurse kaliumi 160 deri 150 gram për bimë. Në vitin e 7 ose në vitin e prodhimit, që zakonisht pas vitit 7 hyn në prodhim tamam bimet, pra, kjo sasi gati dyfishohet. Pra mund të kemi 15 deri 30 kg për ple organik, tani shkon 50 deri 60 kg për hektar ple organik. Kurse sasia e superfosfatit dhe kaliumit prap dyfishohet. Superfosfati mund të jetë 450, 500 ose gjys kile deri 700 gram ose kile për rrënjë, kurse kaliumi diku ke 300-400 gram për rrënjë. Pra si që thash, rëndësi ka shpërndarja e tyre në kohë dhe shpërndarja sa më uniform rreth rrezës kurorës. Duke mos marrë parasysh këto faktorë që thash, çfarë punë është bërë përpara? Plotëria e tokës, ajo varet edhe nga gjendja ekonomike e fermerit, por ka raste që abuzohet shumë, sidomos me plerat azotike. Sasia e tepërt e plevë, jo vetëm që na dëmton ekonomikisht, por mund të bëhet problem, edhe mund të jetë probleme toksike edhe për bimët. Sidomos plerat azotike në doza shumë të larta, mund sjellin edhe djegje, por njëkohësisht edhe bën shkaktar edhe të shumë sëmundje. Prandaj plerimi do të jetë sa më i balancuar, sa më i mirë dhe mbështetur në këto që thash, pra në analizën e tokës, në historikun, çfarë shërbimesh është bërë vitin e parë, sa është bërë vitin e parë dhe prodhimi që do të marrim.